Krejt kjo dinamike shpjegon që ne jemi duke shkuar në zgjedhje, vetëvendosje po na jep një krizë të re politike, para deklaratat që zoti Kurti ka bërë për cikël të zgjedhjeve, e tregojnë me gjas edhe tendencën e tij edhe e shpjegojnë krejt idenë mbrapa. Ne sot sapo e përfunduam mbledhjen e kryesisë dhe pam një agjendë të ngjeshur që po sillen antar të ri të bordeve dhe ka një shpërfaqje totale për tendencën për kapje institucionale. Krejt kjo dinamike shpjegon që ne jemi duke shkuar në zgjedhje, por jemi duke shkuar në zgjedhje sepse partia më e madhe nuk po prodhon një zgjidhje për zgjedhjen e presidentit. Është partia më e madhe që ka numrin më të madh të deputetëve dhe që në bazë të kushtetutës i takon përgjegjësia më e madhe për ta zgjedhur presidentin. Dhe vërtet është fatkeqësi, një është për shkak se është tepër fatkeqësi kur qytetarët e shohin si potencial për të qeverisur, ja e besojnë dikujt me një masë kaq të madhe dhe në anën tjetër nuk kemi as qeverisje të mirë e as zgjidhje të problemeve kruciale. Por në zëvendësim të kësaj, vetëvendosje po na jep një krizë të re politike, ku qytetarët do të lihen të vetëm e ai do të qeverisë, kryeministri do të qeverisë i pambikëqyrur. Do me thënë tipike për një sistem autoritar ku një kryeministër dëshiron të prodhojë më shumë kriza për të qeverisur i pambikëqyrur. Dhe vërtet kjo është për keqardhje. Por në anën tjetër edhe tendenca për t'i kapur të gjitha institucionet, duke përfshirë bordet. Shikojeni agjencionin për akreditim të institucioneve të arsimit të lartë, ne sot jemi dëshmitar të futjes së një pike të kalimit të bordit të kësaj agjencie me shpejtësi të dritës, me kandidat të paverifikuar, edhe me procedurat të shkelura në brenda institucioneve që i kanë zgjedhur ato. Ne do të jemi dëshmitar që para syve tonë të shohim një kapje totale të institucioneve që në kushte normale dhe në bazë të kushtetutës tonë do duhet të ishin të pavarura. Por partia më e madhe i ka numrat dhe po ja mundson vetës që t'i kap këto institucione.